Një këndvështrim tjetër mbi aktin amerikan të autorizimit të mbrojtjes kombëtare. Aktivisti i mirënjohur Agim Aliçkaj, drejtor ekzekutiv i Lidhjes Qytetare Shqiptaro-Amerikane, ka reaguar në lidhje me heqjen e sanksioneve të padrejta evropiane, njohjen e pavarësisë Kosovës nga Bahamas dhe mbi të gjitha miratimin e aktit amerikan të autorizimit të mbrojtjes kombëtare, i nënshkruar nga presidenti Donald Trump, përbëjnë lajme shumë pozitive për Kosovën dhe dëshmojnë vlerësim për qeverisjen e mirë sipas tij kryeministit Albin Kurti dhe presidentes Vjosa Osmani. Gëzimi i shqiptarëve në Kosovë, në Shtetet e Bashkuara dhe kundë tonë në botë është plotësisht i justifikuar, megjithatë, sipas Aliçkajt, lavdërimet e tepruar dhe keq atribuimi i meritave kanë arritur nivele absurde, pasi këto arritje janë rezultat i shumë faktorëve si në Kosovë dhe në SBA. Faktori vendimtar në Kosovë ka qenë ndërtimi i një shteti stabil, demokratik dhe sovran në gjithë territorin. Qeveria Kurti theksoi Aliçkaj ka çluar vendin nga bandat kriminale serbe, ka shuar strukturat paralele ilegale dhe ka ndalur ndërhyrjet e shtetit armiqësor serb në punët e brendshme të Kosovës. Në këtë kuadër, kryeministi Kurti ka shpallur zbatuar doktrinën e dinjitetit në ndërtimin e shtetit. Sipas autorit, po të ishte Kosova ende bllokuar nga barrikadat në veri, propozimi për antarësim në NATO nuk do kishte gjetur kur vend në ligjin amerikan, po ashtu dhe pacifikimi i veriut ka eliminuar skenaret e shkëmbimit territorial e të ndarjes së Kosovës. Në Shtetet e Bashkuara, faktori kryesor sipas këtij ligji janë arkitektët profesionistë politikës së jashtme afatgjat, të cilët e kanë klasifikuar Kosovën dhe Ballkanin si interes strategjik i Shtetet e Bashkuara. Kjo dëshmohet nga fakti se ligji kaloi pa vështirësi u nënshkruar pa kundërshtim nga presidenti Trump. Aktualisht Kosova është një investim strategjik amerikan dhe pjesë e interesave afatgjata të Shtetit Bashkuara, përfundon ai.